Une kom qenë në lagje në shtëpi, ka ardhë, edhe më tha t'ja ruaj një djalë vogël Islamin, i cili e gëzon emrin e babës. Ishte i vogël, 7-8 vjeç, tha këto me rrut, ose dhe t'a zojnë shkit, ose dhe t'a vrasin, dhe me kisha atë dhimbjen e madhe për djalin e vogël të cilin e kish në shtëpi. Mirë po ky bisedoj edhe me shok të lagjes, që ishin disa ushtarë, këtu që zbashku me ta, i zonë pritat, mund këtë vend. Serbet, po sa kishin fillu nga lagja, nga fshati Vërmicës, edhe kishin kalu mund në dalje, këtu është kjo rrugja. Kështu që haj shokt i kishte lënë në atë pjesën tjetër, po sa të dalin të gjithë të shkrepin kundër tyre. Dhe mo të gjithë përgatitur me orë në dorë. Kurse vllau kishte kalu prej asajon edhe kishte dalë në këtë onë, kështu që t'jo merë si themi edhe onën të i qesë në pozitë ma të voletshme. Kundër tyre dhe mo që të gjithë ushtarë të shojnë. Edhe atëherë kë kishte gjuhën ta me automatik. Milazimi na rrëfen po ashtu për momentin kur kishte rënë dëshmor Ibrahimi, pikërisht në vendin ku sot i ka ngritur lapidarin. Kishte hargjuar një që quhet karikator, kur e kishte vendosur të dytin, i kishin mbet edhe 5 plumba pa i shprot nga karikatori, edhe shki dhe me thonë ishin ashtu 8-9 shki, edhe më të gjithë kishin drejtu tytat në vllahun dëshmor në Bremarinë. Mirë po edhe bashkë luftarët e tij këtu të lagjes, kishin qëndru heroikisht, edhe kështu që i zbrapsen shkit, edhe sa që tregojnë që gjatikjes disa edhe i kanë kop, i kanë ngre zhag, sepse ishte bon edhe një luftë kështu e fort. Mirë po, i falenderoj edhe ushtarët e lagjes këtu, nështë s'ka nevoj me i përmen edhe me emna, se i di të gjithë, edhe këshin bo një luftë heroike, që prej asoj dite mo, kur ushtria slave, bondat, serbe, nuk ja këshin mësy më kësaj lagjes. Sepse për çdo ditë ne i shishim që vishin dhe i afer shtepive ashtu, dhe më thonë, sidomos ata që i kanë pas ato, vëzhgimet, hajnin, plaqkat, djegjet, gjithat zezat që kanë këshyrë me bon këti i kumbje dhe këti i kësaj popullatët.